shqip, se je shqiptar. Të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me poeten Lumi Spahia. Lumi Spahia për mua është një mikeshe imja e hershme që prej më shumë se 20 vitesh që ka udhëtuar në vitet e saj me vargjet, me jetën larg Shqipërisë, por me një mbresti jashtëzakonshme, jo vetëm tek unë, por tek të gjithë miqtë e saj, tek të gjithë ata që e njohin, tek të gjithë ata që bashkohen në rrugën e saj dhe natyrisht këmbejnë mesazhet e jetës. Për mua ka mbetur ajo vajzë e brisht, por me vargje të fuqishme dhe me një talent të jashtëzakonshëm në fushën e poezisë. Unë sot e kam ftuar dhe në këtë rikthim pas më shumë se 20 vitesh në studion e radios, nuk e fsheh, kam mjaft emocione. Mirëmëngjes Lumi. Mirëmëngjes Marita. E folura jote e veçantë natyrisht më ngjall shumë kujtime, gjithsesi me hershmërinë tënde, me poezitë tuaja, por edhe me një komunikim tepër të veçantë. Si ndjeheni sot që jeni këtu në studio bashkë me mua? Ndjehem shumë e emocionume, si për ftesën, por edhe për takimin me ju masa viteve. Mua natyrisht më ke ngjallur mjaft emocion, por gjithsesi le të ndalemi tek ajo që është thelbësore ose ndër gjërat e veçanta të jetës suaj, siç është poezia. Të shkruarit e vargjeve të duket sikur ato të ndjekin hap pas hapi në çdo ditë, sikur në të shoh gjithmonë një panoramë tepër të prekshme, me ndjenja të pastra, të çiltra, por edhe me vargje mjaft domethënëse që tregojnë shumë çka. Çfarë është ky komunikimi joti me vargjet? Ndoshta mund të them ditë pas dite. Atëherë vargu, poezia për mua është jeta jam e përditshme. Ajo që përjetoj në atë moment, arri të shkruaj ta kaloj në vargë. Një moment që mund të më përkasin, një situatë, një diçka, dhe më thonë që më prek, arri ta kaloj në poezi. Interesante, sepse këto ndjesi janë të përditshme, dhe a mund të më spjegoni atë proces krijimi që është brenda teje dhe që derdhet me një herë? Është një emocion që dhe më thonë njek një situatë që përjetaj, edhe për atë dhe më thonë unë po thuj se postoj ditë për ditë një vargë, një postim me miqtë mi në Facebook, një poezi, një diçka, mund t'jenë diçka e veçantë, mund t'jenë diçka krejtë e thjesht. Çfarë të jep ky komunikim? Sepse përveç artit dhe ndjesisë poetike, me sa shoh është një komunikim i përditshëm. Po, është një komunikim i përditshëm. Sepse poezia është diçka përditshme për mua, është sentiment për atë. Lumë, më pëlqen që ka qenë ndjeshme, natyrisht, por edhe befasohem. Sepse të shkruash me kaq ndjenjë, të shkruash pothuajse çdo ditë, të derdhësh dhe të komunikosh me mendimet e tua, natyrisht të falë shumë ndjesi. Në fakt, si ka qenë ky rrugtimi yti? Nga një vajzë e vogël, me vargjet e para, atëherë kur ke marrë atë fletoren, edhe ke shkruar
nuk e di bukur shkrim apo diku më shkujdesur, edhe pastaj duke u rritur e duke u bërë një vajzë, një zonjush simpatike, më vonë me jetën mbi supe, duke marrë rrugët e emigrimit, e më pas duke qenë se je bashkëshorte, je grua, nën, me shumë atribute. Si ka qenë ky rrugtimi yti, Lum? Si çdo rrugtimi i poezisë apo rrugtimi i jetës? Është i përbashkët, Lum. Nuk mund të veçohen. Pak më herë the që çdo gjë unë e derdh në vargje. Çdo emocion. Atëherë janë dy gjë të përbashkëta. Për të arritë më fort për këtë rrugtim, du të kthehemi fije mrapa me vite. Vjet isha se unë për çdo vit vi në Shkodër me pushime. Vjet isha dhe takova tezën tema dhe ajo më dhuroi një fletore me pozitët mia të para, me shënimet e mia të para. Paktën kjo fletore ka 25 vjet që ekziston. Edhe fillova me lexu, do të thënë rrugtimi sigurisht çdo poezi për mendimin tim ka atë moshën e vet. Janë poezi ndoshta moshën 13-14 vjeçë, edhe kanë atë pafajsinë e vet, atë naivitetin e vet, edhe ka herë dhe më vjen me qesh, e thamë, shiko që kam shkru, po ka atë bukurinë e vet njësaj. Kam lindur në një muaj të një viti, në një vit të një jete, në një jetë të një shekulli. Kam lindur nga një ëndër, kam lindur për një ëndër. Nuk e thash eksaktësisht poezin, por gjithsesi dhash një imazh tëndin që me këto vargje jep një mesazh shumë të bukur për jetën, e cila të ka grishur vit pas viti, ashtu siç edhe poezia jote është bërë nga një top i vogël në një njësi shumë të madhe, do të thosha, e që natyrisht ka rrugë të tjera për të zmadhuar. Atëherë, motivi këtu kur tham kam lindur nga një ëndër, është ëndra e prindëve të mi për më pas. Sepse unë si maksimumi gjithë fëmijët e botës, shpresoj paktën në shumica sa ma tepër, unë jam fëmijë dëshirum nga prindët e mi. Kur tham jam fëmijë i dëshirum, dhe më thanë s'kam lind për një aksidentit. Po, natyrisht. Kështu, dhe më thanë kam lind nga një ëndër, dhe më thanë kam lind nga dëshira prindët mi dhe kam lind për një ëndër, sepse unë sot jam mama dhe jam shumë e lumtur që kam fëmijët e mi. Do të kthehemi aty tek ai stacion i mrekullueshëm i mamësisë, por ndërkohë le të kalojmë në vite, atëherë kur pas asaj fletores së parë filloi diçka tjetër, një detyrim tjetër tashmë ndaj vetes, një përgjegjësi për të shkruar, edhe ti dal ngadalë fillove të krijoje një profil, të revizoje, do të thosha në fillim, për të lënë më pas që konturet të dalloheshin të forta. Si ishte kjo rrugë? Atëherë, për me dalë prej shkrimeve të fletores, nuk është se kam forcë me dalë vetëm, por kam shtymje. Janë personat që kam afër, që kanë besim mu në talentin tem, që më shtynë me shkru. Kur shkruj për shembull, kam babën tem në radhë parë që ka atë besimin e plotë në talentin tem, dhe sa herë që shkruj, që kam shkru pozitë e para, më thoshte mi sjell, mi lexo, edhe i korrigjonin bashkë. Janë mësueset e para të letërsisë, profesoreshat që kanë besim mu, janë shoqënia jame e shkollës që kanë besim mu, kur më besojnë hartimet e tënve me shkru, në poezi, për në sentiment tënve.
Edhe ajo që më bile sot më emocionon nëse kam shumë shokë që në Facebook të shkollës kur më thirrin poetja klas. Sa e bukur. Po, kjo të sjell shumë kujtime. Mbase ndonjëherë edhe në një farë mënyrë ti fillove ndoshta, nuk e di mirë, të kesh një status tjetër edhe në shoqëri. Apo jo? Ashtu është, përdesë më thirrin poetja klas, kam atë përgjegjësinë tame. E të shkrumit, e të prezantimit poezive. E pastaj vitet rrodhën. Po, vitet rrodhën, mora një kthes tjetër. Unë nisëm për Itali në vitin 1994. Ndoshta është viti edhe ma vështirë në kalendarin e jetës tame dhe mësat se la universitetin, la familjen në rapar, jam shumë e re për këtë hap ka shtë malë dhe ka shtë vështirë se emigracioni në 94 nuk ashtë si sat. Ashtë kur më rri tek njëri jemi që më pret atë në Itali, më duket sikur s'do të kthehem kurrë më në vend tem, më duket shumë largësi. Në 94-shi është më të vërtet viti më i vështirë për mua. Ti nuk ishe vetë? Jam vetëm të fejumin tem, që ma vonë bëhet bashkëshorti jem, baba i fëmijëve të mi. Edhe për ty filloi një jetë tjetër, një jetë e re. Një jetë e re, natyrisht me përpjekjet, me dallgët, me gëzimet e bukura, edhe çdo gjë, por edhe me vargje. Ky vit fillon me shumë depresion fatkeqësisht, sepse 2 muaj mas i më rinë në Itali, baba jem muza, dashnia janë me muza pozive të mia, ai që më shtyte me shkru, ai që kishte besim ton, më nganë dhe më thamë, më lënë një moshë shumë të. Unë në këtë momente dëshiroj që t'i drejtohem një krimi tëndi. Sot është dita e babës. Babë. Deshta me të thanë që du shumë. Ma shumë se ta në botën, të thosha e vogël, kur më merrje në krah. Më hidhjen ajër e më priqen gjoks. Flas me të vogël, mos me na një gju nana. Nana s'është gjeloze për dashnin ton. Flas me të vogël nga që jam ba vetë nanë. Ajo e lumtur gjithmonë ka fol me të madhe në shtëpi e njerëz, vajza e babës, baba i vajzës. Tash jam rrit, plot me probleme e faje. Por sot të ndjehem e vogël, si dikur, e vogël, e pafajshme, delikate. Me ardhe me të fut në gjoks. Me gjetë dashni të vërtet, ngrohtësi e mbrojtje. Sot është dita e babës. Por babë nuk kam ma, as gjoks ku me hy. Lumë kur që ka babën jetë. Ah, babë, të kam në zemër, unë të kam në shpirt çdo ditë. Emocione shumë të forta. Ndoshta edhe tashti, do të thënë përlotesh kur i ke shkruar, mbas edhe mua më emocionove, sepse kjo është poezia e babës tënd, por jo vetëm. Edhe unë emocionova. Kam 8 vite që se kam babën. Jeta vazhdon, edhe pse na jep këto dhimbje, jam këne paguar njësoj me dashuri tjera në jetë, s'm ka mungu asnjëherë dashuria e nanës, e familjes, dashuria e bashortit, dashuria me gjve, dhe mund të me plot kuptimin e fjalës se jam me fat në fund të fundit.
Natyrisht, unë më herët lumë thashi që poezia jote është e prekshme, me njerëz, personazhe, ngjarje, ditë pas dite, dhe ti përmende pak më herët babën tënd, figurën tënde madhore, që ka qenë muza jote, që ka qenë këshilltari yt, që ka qenë mbështetja jote. Duke vazhduar më pas me të tjerë personazhe, me të tjera vite që kanë rrjedhur në jetën tënde, apo jo? Po, rrjedhë, dhe më thonë, si që thash në 94-shin, jam vetëm me të fejumin temë, mas një tragedi e tillë të humjes babës, edhe i vetmi person që, dhe më thonë, përballet në këtë dhimbje është bashkëshortia jem. Të dy jena shumë tri, unë jam 20 vjeçë, burri është 24, dhe më kanë shumë afër. Bile, mund të them me plot kuptimin e fjalës, është ai që më ka bërë me dalë prej atij tunel. Gjithsesi, jeta e një emigrante të jep përballje të forta, sidomos në fillim, apo jo? Ashtu është. Si ka qenë kjo periudhë për ju, edhe si ka bashkëtuar me poezinë? Përveç kësaj humbje të babës, unë kam gjetë fill rrugën time në Itali, kam gjetë punë, kam gjetë shtëpi, kam gjetë njerëz nivelit që përshtaten me nivelin tem. Dhe me thanë ka influencu pozitivisht të unë. Edhe poezi kam vazhdu me shkru, si që vazhdoj të satë, sa është diqka pjesë e janja, si që thash, sikur është ushqimi, sikur janë robat që veshim, sikur uji që pim, për mua është vargo, poezia, nuk ka rime, nejtë pa poezi. Lumi, në 97-ën ke botuar vëllimin tënd të parë, Shpirti. Ja ku e kam. Një poezi, një libër me poezi shumë të bukur, të ndjeshme, ti mbase i kujton, por duke qenë se poezia jote ka një urrëtie, të duket si stacioni yt i parë me poezinë, përveç atyre rrugëve që ti kalove deri tek ardhja e këtij botimi. Dhe shpesh duke shfletuar poezitë tuaja, më ngjall ajo dhe më përforcohet ajo ide që Lumi shkruan për gjërat më të prekshme të jetës, për personazhet më të afërta, por edhe për plagët apo për fenomenet që janë tepër të prekshme. Unë më kujtohet një poezi, jetën e kanë rruar, o berber të qelbur, jetën e keni prerë në fytyrë, pa qenë nevoja, jetën e keni prerë dhe një ditë ajo do rritet në fytyrë, do ketë premje brisjesh. Diçka shumë e bukur, një ndjesi që takohet ndoshta shumë shpesh në jetë dhe që secili nga lexuesit e bën të tijën një ndjenjë të tillë, apo jo? Ashtu është. Nuk e di se si ndodh kjo në procesin tënd. Pak më herët do të përmendja edhe mjaft poezi të tilla, ndjesi të forta që ti përjeton. Kohët e fundit ke shkruar për një fëmijë sirian të cilin e merr në gjoks dhe nga gjendja e tij, nga çdo gjë që ai përmbledh me pamjen, por edhe me ndjesinë shpirtërore, bashkohet me ato lot tuaj që ai të pyet pse qanë zoj. Me ato lot të ti, ai mënon lot të mia. Dhe më thanë, unë qarë për situatën e ti, a i menon situatën tëmë. Më pëlqen shumë si poezi, është një nga pozit e mia më të preferume. Se mendoj në çdo luftë ekonomike, gjeografike, historike, çdo lloj lufte, ato që paguajnë më tepër, më aranshëm, janë fëmijët, ardhja e tënde. Natyrisht këto ndjesi bashkohen me vargun tënd, i cili është i fuqishëm, do thosha, por edhe i drejt për drejt. Si ndodh kjo tek ti, sepse ti shkruan vazhdimisht dhe të duket sikur e ke këtu me njëherë në mendje dhe vetëm e derdh. Diçka e çuditshme më duket. Sepse unë jam sepse është në një proces krijues. Nga që ndoshta vetë si person jam person i drejt për drejt. Lumë, më pas vitet tuaja rrjedhën bukur, apo ti ju si familje ndruat
vendin ku jetoni edhe keni kaluar më pas në Zvicër, më tregoni diçka rreth kësaj? Nuk ka pas asnjë ndryshim në jetën time të Italisë, as ndryshim familjar, as ekonomik, as gjë, ndryshimi jonë për mu spostu nga Italia në Zvicër. I vetmi motiv sepse më pëlqejnë shkollat e Zvicrës që fëmijët tonë me pas një mundësi më tepër. Jo se Italia ka një gjë më angët, se unë adhuroj Italinë, për mu Italia është adhëja e dytë. Mas Shkodrës, dhe më thanë du venin ku... Kjo siç duket është se të ka ngrohur me atë çfarë të ka ofruar dhe në një farë mënyrë ke gjetur diçka të mirë, prandaj do të thënë e kujton dhe e sjell në mend me të tilla ndjesi, apo jo? Italinë. Po. Në Itali, do të thënë, kam kalu moshën ma të bukur, më të thëmë, për 20 vjeçë deri para 7 viteve. Jam atë. Aty janë familja jam në rrotar, se gjithë familja jam janë në Brescia, në Itali, nana, motra, vëllezërit. Janë miqtë e mi, janë pjekunia jamës atë njeriu për 20 vjeçë deri 35. Po, ndërkohë që ti lum do thosha ke një tjetër atribut në jetën tënde, mëmësia. Ndoshta kjo të bën edhe që poezinë ta derdhësh me shumë ndjej, me shumë sensibilitet. I bie telit të zemrës edhe ndoshta aty të godet lehtas, bukur, butë, në mënyrë që ndjenjat të depërtojnë thellë tek dëgjuesit. Mund të më thuash se çfarë të ka dhënë ky atribut i mëmësisë? Ma përsërit pak edhe një herë pyetjen. Duke qenë se në çfarë të ka dhënë kjo, jo vetëm në jetë, natyrisht në jetë, sepse jeta që jetohet ditë pas dite është ndjenja më e bukur, por dhe si është reflektuar kjo në vargjet tuaja? Jeta e më përditshme në vargje. Po, duke qenë nën, pra me fëmijët tuaj. Duhet kthehna përët të 94-shi. Do më thanë, është depresioni ka lënë derisa vin jetë fëmijët e mi. Do më thanë, fëmijët e mi janë paqe për mu, paqe gjetën. Siç kam shkruar edhe dy vargje, unë kam sjell një jetë fëmijët, por janë ata që marrin jetë mosa. Sa bukur. Ndërkohë unë dëshiroj që përsëri të kaloj në disa vargje tuaje. Biriem. Eja, biriem, të përqafona me përqafimin ton. Të ndëgjoj zemrën në gjoksin tem, të ndjej aromën në shpirt. Fëmijët, eja birë. Ma hiq lodhjen, ma hiq moshën, ma hiq stresin, ma shto jetën. Eja të përqafona në përqafimin ton. Nuk të fus më në bark, të kam fut në shpirt, në zemër, në gjak. Fëmija jem, ma i miri përqafim. Eja të përqafona me përqafimin ton, të të lindë edhe një herë, kështu si që je. Jeta jeme. Është ndoshta kjo ndjesi kaq e bukur që ka ardhur tek ti në çiltërsinë e ndjenjës, apo jo? Ashtu. Çdo gjëja që ti ke. Tashti që po lexoj poezinë, vjen pak në mend edhe për ato femra që dojnë me kanë mama dhe sa rrinë me kanë mama. Megjithatë, po flasim për mama biologjike, por unë jam e një menimit që një femër mund të jenë shumë mirë dhe mama adoptive. Sikur mos kisha arrit të bëjmë një mamë biologjike, sigurisht do të kisha adoptuar një fëmijë. Dhe këto ndjesi të mëmësisë të falen çdo ditë motive të tjera për të jetuar dhe për të shkruar?
për t'jetu, për të shkru, janë motivi jetës përditshme, japin edhe problemet të tyre të vogla, i probleme sa ma të vegjël, problemet të vogla, sa ma të mëdha, problemet të mëdha. Megjithatë janë gjithmonë motiv dashuriet. Lumë, unë do të dëshiroja që të më tregoje një arsye. Ke shkruar një vëllim, vëllimin me poezi shpirti. Gjithë këto poezi që ti ke, pse nuk kanë formëzuar një tjetër vëllim? Unë kam aq shumë poezi sa mund bëj edhe një 3 vëllime tjera, edhe mosja ekonomike nuk është që ka kanë motiv për mos me i botu. Po, ndoshta s'jam një sigurt me vedin tëm, me hin konkurrencë me autorët e tjerë, me poetë të tjerë, ja vlen, s'ja vlen. Po, me sa shoh ti ke komunikim me shumë prej poetëve, me shumë prej poetëve që postojnë poezi dhe me sa duket ajo moda e Facebookut në një farë mënyre të ka dhënë shumë çka, por në një moment unë e gjykoj se mbas edhe të ka frenuar pak për t'i botuar. Libri është vlerë e prekshme. Facebooku është mod, jo vetëm mod, kuptohet, por edhe mod. A nuk do ishte e bukur që të formëzoje të tilla vëllime të tjera, që lumi të ishte këtu, tek fletët e librit? Faktikisht kam kanë kontakt me një mik tamin gazetar Albert Vatën për me ja dërgu pozit për me fillu me menu botimin një vëllim tjetër me poezi. Por ajo friga jam ka buku prep si kam dërgu, ai ka prit, unë si kam dërgu, dhe kështu kena me pezu. Po gjithsesi komunikimi me miqtë tuaj, me ata që pëlqejnë poezinë, ka qenë i vazhdueshëm dhe është i përditshëm me sa shoh. Po ashtu, sidomos vitin e funit dhe kjo domethënë më ka më gjallë me atë poezinë teme, se pothuajse me miqtë e mi publikojmë përveç në profilin ton të Facebookut, publikojmë edhe në profile të tjera të poezisë, për shembull unë postoj shumë shpesh edhe tek Pro Gegnishtja, postoj edhe tek Oda Librit. Edhe atë njihëm mirë se aty publikojnë miqtë e mi, aty publikoj jonë, lexojnë njëri tjetrin, ka raste që komentojnë njëri tjetrin, ka raste edhe që më korrigjojnë. Po, natyrisht. Sepse unë për shembull në Gegnisht nuk është se e ushtroj siç duhet më ushtru. Bile herën e fundit e poezia fundit që kam publiku në Velipoj, se po para 3 ditësh. 3 ditësh një mik i jam korrigjoi. Ludovik Vata më tha unë kisha menimin një shkru kështu këtë vargë, prit pak si ishte vargu në Velipoj, nuk e kam parasysh shumë, tashti nuk mundesh me... Në fakt, i mban mend vargjet tuaja poezit, apo janë aq të shumta sa... Jo dhe shumë, domethënë nga që jam vazhdimisht vazhdimisht duhet me i grupos pak ata të vjetrat për me vazhdu me gjonat e reja. Në fakt ti ke dosje të shumta me poezi, apo ja? Po sigurisht, se s'do t'i la vetëm Facebook, se imagjino me ta vjell kush me ta bloku Facebookun ashta që ti ke një jetë me poezi. Shumë bukur. Mirë, lumë pak më herët the që botoj tek Pro Gegnishtës dhe siç e shoh shkruan në Gegnisht. Në fillimet tuaja nuk mund ta jap këtë gjykim sepse është një gjuhë mes gjuhës letrare dhe asaj të Gegnisht është më shumë letrare, ndërsa tani shoh që ke kaluar më shumë tek Gegnishtja. Si ndodh kjo dhe pse ke zgjedhur pikërisht? Është një gjë që duhet të ndodhen, edhe është një gjë e bukur nëse ndodh kjo gjë me mua dhe me gjithë autorët e tjerë. Sepse është e drejtë kjo gjë që të ndodhin. Në fillim, siç thatë edhe jo Merita, kam shkruar në gjuhë letrare sepse jam ashtu shkruanin gjithë pothuajse, ishte pak a shumë e detyrueshme me shkruar kështu.
dal nga dalë, të pa miqtë e mi, të pa të një dhe poezin që del ma bukur nga gënisht. Munohëm me shkru, por ama sa rikur nivelin e miqve të mi, si Pjerin Reka, për shumë, a i shkruan shumë, ka një nivel shumë të lartë në vegnisht. Me siguri, kjo në një farë mënyre, kjo tisë ndrojtje që nga një herë të përshkon lumi, nuk është gjë tjetër, veç se pretendimi yt për të qenë super në lartësinë më të mirë të mundshme. Dhe mbase kjo jo vetëm që është një kërkesë e jotja, por edhe në një farë mënyrë një arritje e ditë pas ditëshme e jotja. Besoj se me këto komunikime që ti ke me miqtë tuaj, por dhe me poetë të tjerë, ta japi një vlerësim të tillë nga ana profesionale. Si mendon ti, sa ndikojnë dhe kush ka ndikuar në ecurinë e poezisë tënde? Faktikisht nikim drejt për drejt në poezi ka niku thjesht talenti jem që mund ta quaj talente, sepse nuk është se unë kam kënë jetën e përditshme në mes intelektualëve të tillë, unë kam vazhdu jetën time familjare, a thjesht talent që kam vazhdu me shkru, me përmisu, me ecë me poezin time, me arrit aty ku jam. Por ama mbët shumë qefi kur miqtë poet më shkrujnë edhe në privat, më komplimentojnë për poezin që shkruj, për lirshmërinë që kam në vargë. Po. Ndërkohë edhe tani që ne jemi drejt për së drejti në Facebook, kemi edhe ndjekje të emisionit, por dhe pëlqime, komente që të inkurajojnë. Unë do thosha që janë të shumtë ata që po na ndjekin dhe i përshëndesim, e i falenderojmë, ndërkohë që duke qëndruar tek njerëzit, pikërisht tek njerëzit që janë frymëzimi yt, ato më të afërtit, ti përmende babën si një burim i parë i yti, por më pas një mbështetje shumë e madhe është Goni, bashkëshorti yt. Nuk e di kjo poezi është ka ndjesinë thjesht personale apo është një shumatore e ndjesish që ka një grua për bashkëshortin e saj. Dua të kaloj në vargje. Është rruga jon, ajo që morëm bashk, krejt vetëm. Më the, është rrugë gjatë, e dashurume të përgjigja. Me ty nuk lodhem. Rrugën pjesë e bukur, edhe m'puthe sytë. Thua se sytë e mi ishin semafor jeshil për rrugën që do bënim bashk. Rruga jon nuk është krejt fush me lule. Pjesë me gropa e pashtrume dhe më përqafove gjatë. Thua se isha energji diellit për rrugën ton. Pjesë e mbulume me ujë, nga lumejt zemrum, nga pemë të rëzume. Flisje. E unë dëgjoja veç zemrën, me ty nuk lodhem, me ty rruga është e shkurt. Një dedikim personal, apo? Çdo poezi që shkruaj, ndoshta si qenër ka një diçka personale, por njësa e mundohem me dal prej personales, e më ju përshtat edhe tjerëve, që edhe tjerët me gjetë vedin e vetë të ajo gjë që jam të përjetuar. Mas nej menoj që për çdo çift, për çdo familje, jeta nuk është fush me lule, as për të varfënit, as për të pasënit. Çdo familje ka atë problemet e veta, të vogla apo të mëdha. Si është një ditë e zakonshme për Lumis Pahin? Ditë zakonshme pe unë ashtir me gjetë, se unë mundohem mos milan zakonshme, mos milan dhe më thanë kur tham zakonshme, i nën kuptoj monotone. Unë sa rri me pas. Jo, një ditë me ritualet e saj, me angazhimet e saj, cilat janë preokupimet e një dite tek ti?
Do të thënë prekupimi jem fillon si mamë dihet, se përdisa jam mamë, filloj me familje, me masënej fillon si gru, si bashkëshorte, si poete, nëse mund me çuj vetën kështu. Po patjetër. Po më pëlqen shumë mu marrë edhe me vullnetariat për persona të smur, handikape. Ti ke marrë një mjeshtri tjetër përveç poezisë në vitet tuaja të jetës? Përveç familjes, më thonë, kam nga shumë angazhime. Shumë angazhime, po dhe nuk më pëlqen me folë shumë për jetën private. Nuk ashtë që kam marrë një mestjer, punë, pra një profesion. Profesion, sepse jam dediku ma shumë familjes. Megjithatë, kam bërë investimet vogla për të ardhmen tëme, edhe merrem me ato investimet mia. Kjo është diçka shumë e bukur, e mrekullueshme. Në fakt, si po I kalon ditët në Shkodër? Ditët në Shkodër, Shkodër. Dhe më thani kaloj shumë mirë, kam gjetë shumë qetësi këtë rallë, nuk e di a është mirë apo na kupton kjo qetësi në krizë ekonomike, sepse kur unë nisa marrë me bë pushimet në Shkodër, menova që do të gjej shumë fluks, shumë rrëmues. Zakonisht nuk I baj pushimet në hymje të gushtit, për këtë arsye, se më pëlqen pak më kanë ma qetë. Rikthimi në raj, në qytet, në vendlindje, është një magnet që në përgjithësi, ashtë sa vrej, I tërheq të gjithë emigrantët, pavarësisht se ata kanë krijuar jetën e tyre tashmë dhe atje punojnë dhe jetojnë. Pse mendon që është ky magnet kaq I fuqishëm që tërheq gjithmonë? Tashti ky magnet për mendimin tim, flas gjithmonë, është për brezin tim, edhe brezin njerëzve I firmon më të mëdhenj se unë. Kurse kam frikë se ky magnet ka mu zmagnetizu për fëmijët tonë. Për ne është, do të thonë, kena kujtimet e fëminisë, kena kujtimet e shkollës, kena... Fëmijët tuaj flasin shqip? Është motiv shumë I mirë që hapa. Fëmijët e mi e kanë mësuar shqipen në Zvicër. Shumë mirë. Vajza flet edhe e shkruan, kurse djali, vajza është e madhe, 20 vjeçë, flet e shkruan. Kurse djali që është 11 vjeç, e flet, shumë mirë e flet, por nuk e shkruan. Edhe mund të thojmë pse kjo në Zvicër e jo në Itali. Në Zvicër kena noshtaj u influencume nëpërmjet kosovarëve, se kosovarët kanë një të mirë e kanë marrë shumë mirë tradicionin e gjuhës, veshjes, kulturës. Edhe dhe më thënë atë u influencume. Unë më herët se të fillonim programin nga regjia, kemi transmetuar këngën Fol Shqip, që gjithmonë më ngjall një ndjenjë të veçantë, por njëkohësisht edhe një kërkesë shumë të bukur, sepse shoh nganjëherë komunikimet që janë në njerëzit që janë larg, që nganjëherë edhe nuk komunikojnë në shqip. Prandaj do të thosha përderisa jemi shqiptar, kudo që të ndodhemi, kjo është një shenjë identitetit apo jo? Ashtu është, do të thonë, për atë thash, do të thonë që kosovarët I mësojnë edhe për këtë gjë I admiroj. Kurse në Itali, po ndoshta është edhe një motiv më tepër plus që fëmijët tonë tash po fillojnë të flasin më tepër shqip. Sepse ndoshta edhe na si shtet kena fitu më identitet, më karakter, mund të thojmë. Jemi të njohur me merita më shumë se dikur se të panjohur. Se unë marrë për shembull një shembull krejt thjesht, 98 vajza e Merlin frekuenton shkollën Qerë dhe Kopsht, shkollën Zvicër. Është jo vetëm vajza eme, po komplet fëmijët e emigrantëve. Ndoshta vetë prindë kanë në thojza, kena marrë një farë mënyrët
me fol shqip, mu prezentu si shqiptar, kurse sot kena krenari. Filloj me bajmë maçën e flamurit. Po, shumë e bukur. Ndërkohë që siç po thonit, lidhjet, motivet, rrënjët ju tërheqin fort, madje siç po kërkoja edhe në rrjetet sociale, Lumi gjithmonë është e njohur me të gjitha ngjarjet, fenomenet, proceset në Shqipëri, ashtu siç edhe bashkëshorti juaj me vllaznin gjithmonë, apo jo, janë këto gjëra që tërheqin, apo jo, e sidomos për një shkodran. Ashtu është ramja vllaznisë në kategorinë apo për kitë të tanëve, ose edhe shqitja në thojza e një pjesëdeti që ju lakoj shive dhe jo na ka përkitë. Për atë dhe më thonë që foltë, ajo poezia jetën e kanë rrua, kanë prej me brisja, atë në këta raste lidhen këta premjet. Gjithsesi, vera është e bukur, Lum, dhe ti ke zgjedhur pikërisht Bregdetin afër Shkodrës, në plazhin e Velipojës. Çfarë të falin këto ditë? Më falin sigurisht qetësi, pushim, diell, mendim, ndjenja, poezi, si që shkruva poezinë e fundit në Velipojë. Po, gjithsesi, keni diçka të afërt në planet tuaja, natyrisht në fushën e krijimtarisë? Edhe kam, edhe s'kam, se me kuptimin që, dhe më thonë, kam shumë poezi, kam poezi të reja, kam poezi të vjetra, kam poezi në mendje, kam ndoshta kam nevojë thjesht për një shtymje, jo shtymje ekonomike, thjesht shtymje të një personit që beson mua në poezinë time, për këtë botë librit. Zakonisht Mirëmëngjes Shkodër shpresojmë të jetë një augur i mirë për të ftuarit e mi këtu në studio, për të gjithë ata që po na ndjekin, që janë në rrugët e tyre, por gjithsesi marrin sinjale të shumta, informimi, sensibilizimi, njohje me miq të jo vetëm të mi, por të dëgjuesve të mi. E duke qenë se shpresoj dhe unë mendoj për një augur të mirë në takimin ton, le të jetë kjo një shtys, jo vetëm që gjithmonë krijimtaria jote cilësore të pëlqejë, por edhe të formëzohet në botime të tjera, në mënyrë që ato të jenë gjithmonë, jo vetëm në studion time, por edhe tek admiruesit e letërsisë dhe të poezisë. Faleminderit shumë. Lumi, ishte shumë kënaqësi që sot u takuam bashkë. Ishte natyrisht një ndjesi që më ka mbajtur prej shumë kohësh dhe vitesh, jo vetëm kur kam shpletuar librin tënd të parë Shpirti, por edhe gjithmonë me fytyrën dhe mirësinë tënde, me atë çfarë ti transmeton tek miqtë tuaj, por tek të gjithë ata që i ke pranë dhe të lexojnë. S'më mbejtet gjë tjetër. Të uroj gjithmonë sukses në jetën tënde, krijimtari të bollshme dhe të suksesshme, mirësi në shpirt dhe në jetën tënde dhe mbarësi kudo. Shumë faleminderit, ju uroj të njëjtën gjë dhe ju dhe dëgjuesve. Faleminderit të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër. Sot e ftuara ime në këtë studio ishte poetja Lumi Spahia.